Tha jam prej policisë të Kosovës. Tha duhesh më arë në banesë se Gjulieta është vra prej bashkëshortit të saj. Po vjen keq po unë jam para trupit të saj. Tha nëse ka mundësi më ardh. Po na nuk dishim as çka po na ngushtojnë kur s'dishim çka ka ndodhur. Më doket si më marr dje. A ditë nuk e haroj kur, datën 16 prill, ora 7:45, më ka thirrë prej policisë edhe më kanë thonë shpat qysh je, a je qu? Edhe unë i thash po, na. Tha jam prej policisë të Kosovës. Tha duhesh më arë në banesë se Gjulieta është vra prej bashkëshortit të saj. Edhe në për një moment kesh ullum edhe i thash nëse e gabim diçka, thash se nuk ka shansa me ndodh. Dhe një 30 sekonda asaj nuk foli në telefon hiç. Më po më dëgjon çfarë po foli edhe jeti dyqysh. Edhe dikur më tha, po vjen keq po unë jam para trupit të saj. Tha nëse ka mundësi më ardh. Edhe pastaj u bënëm gati shkum aty kur shkum. Ajo vish kry. Nuk dishim as çka me folë dhe çka me mendu. Tullin aty prej prokurorët edhe policia dhe po na japin lajmin, po na ngushtojnë. Po na nuk dishim as çka po na ngushtojnë kur s'dishim çka ka ndodhur. Me dorëzimin e organet e sigurisë, Lajçi fajsinë e pranoi haptazi, kur zuri karrikën e të dyshuarit kryesor në gjykatën themelore të Pejës, në dhjetor të atij viti. Dhe pranoi fajsinë për vepër penale vrasje. Por epilogun kjo çështje morri 3 ditë më vonë. E Lajçi nuk ishte prezant për ta dëgjuar dënimin me burgim të përjetshëm. Por seancën nuk e humbën familja Okella. E mbaj mend një deklaratë tuajën, të them para objektit të gjykatës së Pejës, shprehnit besim të plot në sistemin e drejtësisë. Sot po ju pyes, a besoni në këtë vendim, a ju fali ngushëllim sadopak? Jam shpreh shumë i kënaqur me vendimin e gjykatës. Neve si familje na ka lehtësu sadopak dhimbjen që e kena pas për motrën tonë. Unë kam shumë besim edhe kam shpreh shumë besim në gjykatat e Kosovës, sidomos në sistemin e drejtësisë adet kur o marr. Unë besoj shumë që edhe gjykata e apelit, çdo vendim që merret në gjykata të tjera të jetë i njëjti vendim, që mos t'i ulet vendimi asnjëherë jo veç në rast motrësimi, po në asnjë rast tjetër.